Më 8 tetor 1895, në kështjellën e Burgajetit, afër Burelit, në zemrën e maleve të veriut të Shqipërisë, lindi Ahmet Muhtar Zogolli. Ai do të bëjë një nga figurat më të diskutueshme, por edhe më të rëndësishme të historisë shqiptare. Familja e tij, e njohur për ndikimin dhe autoritetin në zonën e Matit, i përkiste një linje fisnike me rrënjë të thella në traditën dhe kulturën e vendit. Qysh fëmijë, Ahmeti u rritë në një mjedis ku nderi, besa dhe zakoni kishin peshë më të madhe se çdo ligj i shkruar. Në moshën 12 vjeçare, në vitin 1907, ai dërgohet në Stamboll për arsimim. Ishte një periudhë kur shumë familje shqiptare dërgonin bijtë e tyre në perandorinë osmane për të marrë dije dhe përvojë me shpresën se do t'i shërbenin më vonë kombit. Në Stamboll, Ahmeti mësoi jo vetëm gjuhën e huaj dhe administratën, por edhe mënyrat e politikës edhe të diplomacisë, aftësi që më vonë do t'i duheshin më shumë se kushdo tjetër. Rruga drejt pushtetit, pas shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, më 1912, vendi gjendej në një gjendje të ndërlikuar. Luftrat ballkanike, ndërimet e pushteteve dhe mungesa e një qeverisjeje të qëndrueshme krijuan një terren të vështirë për çdo drejtues. Në këtë situatë doli në pa figura e triut nga Mati. Në vitet 1919-1920, Ahmet Zogu fillon të marrë pjesë në jetën politike të vendit. Ai tregohet si një organizator i zoti, i aftë për të bërë aleanca, por edhe për të ruajtur autoritetin e tij në veri. Në vitin 1920 u emërua ministri i brendshëm dhe vetëm pak vite më vonë, në moshën 27 vjeçare, u ngjit në postin e kryeministrit të Shqipërisë. 1922-1924, në atë kohë Shqipëria ishte ende një shtet i brisht, i ndarë mes interesave të ndryshme dhe ndikimeve të huaja. Qeverisja e Zogut u përpoq të vendoste rend dhe stabilitet, por shumë armiq politik nuk e shihnin me sy të mirë. Në qershor të vitit 1924, pas një kryengritjeje të udhëhequr nga Fanoli, Zogu u rrëzua nga pushteti dhe u detyrua të largohej nga Shqipëria. Rikthimi dhe ngritja në front. Megjithatë, vetëm 6 muaj më vonë, në dhjetor të po atij viti, Zogu rikthehet në fuqi me ndihmën e disa forcave që i qëndruan besnike. Në janar të vitit 1925 shpallet Republika e Shqipërisë dhe Ahmet Zogu merr postin e presidentit të Republikës me mandat 7 vjeçar. Ky ishte një hap historik. Për herë të parë Shqipëria kishte një president të zgjedhur, megjithëse Zogu në praktik ushtronte pushtet të gjerë dhe me autoritet të fortë personal. Në këto vite ai nisi një sër reformash shtetërore, krijoi administratën moderne, forcoi ushtrinë, vendosi strukturën gjyqësore dhe miratoi ligje që synonin të afronin Shqipërinë me shtetet e tjera europiane. Ishte periudha kur në vend filluan të shfaqen bankat e parakombëtare, uniformat moderne të ushtrisë dhe u ndërtuan disa nga rrugët dhe institucionet e parashtetërore. Por Zogu kishte një ambicie më të madhe. Ai besonte se Shqipëria kishte nevojë për një figurë të qëndrueshme që të bashkonte autoritetin dhe simbolikën kombëtare. Këtu, më 1 shtator 1928, Asambleja Kushtetuese shpalli ndryshimin e regjimit dhe Ahmet Zogu mori titullin mbreti shqiptarëve me emrin Zogu I. Shqipëria në mbretërinë e Zogut me shpalljen e mbretërisë. Zogu synoi të ndërtonte një Shqipëri moderne, të organizuar sipas modeleve evropiane. Ai vuri në zbatim reforma në arsim, ekonomi dhe drejtësi, duke tentuar të krijonte një shtet të pavarur nga ndikimet e huaja. Në këtë periudhë u themelua Banka Kombëtare e Shqipërisë, u shtua ndjeshëm numri i shkollave dhe u vendos një sistem më i qartë i administratës publike. Një nga veprimet më të bujshme ishte reforma për emancipimin e grave, përfshirë ndalimin e mbulesës tradicionale në institucionet shtetërore. Një hap i guximshëm për kohën. Ai gjithashtu kërkoi që zyrtarët e shtetit të arsimoheshin jashtë vendit, duke investuar në një brez të ri që do ta sillte Shqipërinë më afër Evropës. Megjithatë, sundimi i tij nuk ishte pa kundërshtime. Opozita politike, disa grupe klerikale dhe figurat e emigracionit shqiptar e akuzonin për autoritarizëm, lidhje të tepruara me Italinë fashiste dhe mungesë demokracie. Pavarësisht këtyre polemikave, Zogu meti një politikan i aftë për të mbajtur pushtetin në një kohë të trazuar, në një vend të ndarë mes traditës dhe modernitetit. Martesa mbretërore dhe vitet e fundit të fronit në prill të vitit 1938, Zogu martua me konteshën hungareze Geraldine Aponi, një ceremoni madhështore
që u pasqyrua në të gjitha gazetat evropiane të kohës. Martesa simbolizonte hapjen e Shqipërisë ndaj botës perëndimore dhe solli në jetë një trashëgimtar të fronit, Princin Leka, në vitin 1939, por në të njëjtin vit ngjarjet morën një kthes dramatike. Më 7 prill 1939, trupat italiane të Benito Mussolinit pushtuan Shqipërinë. Mbreti Zog i kapur në befasi u detyrua të largohej bashkë me familjen e tij, duke marrë rrugën e mërgimit. Fillimisht u vendos në Greqi, më pas në Francë dhe gjatë luftës së dytë botërore kaloi në Egjipt, ku jetoi për disa vite. Pas përfundimit të luftës, me vendosjen e regjimit komunist në Shqipëri, rikthimi i tij u bë i pamundur. Zogu jetoi në mërgim deri në vitin 1961, kur ndroi jetë në Paris. Trupi i tij u varros fillimisht në Francë dhe më vonë. Në vitin 2012 u rivarros me nderime shtetërore në Tiranë. Një figurë mes lavdisë dhe polemikës, figura e mbretit Zog mbetet edhe sot një nga më të debatueshmet në historinë shqiptare. Për disa ai ishte arkitekti i shtetit modern shqiptar që solli stabilitet dhe rregull në një kohë kaosi. Për të tjerë, një udhëheqës autoritar që i nënshtroi institucionet vullnetit të tij personal. Megjithatë, ajo që nuk mund të mohohet është roli i tij i pazvendësueshëm në ngritjen e strukturave të para të shtetit shqiptar, në afrimin me perëndimin dhe në ruajtjen e identitetit kombëtar në një periudhë të vështirë për rajonin. Në 2 fotografitë që kanë mbetur në histori, njëra që e tregon si djalë 12 vjeçar në 1907 dhe tjetra si mbret në fron në 1928, përmbledhet i gjithë rrugtimi i tij, nga një fëmijë i maleve shqiptare në një monark që ndroi ta ngrinte Shqipërinë në lartësitë e kombeve moderne.